për një veprim të përsëritur nga shtetasja Daniela Bashevani, e cila ka ushtruar dhunë ditën e djeshme ndaj bashkëshortes së saj, kanë qenë në kushte shtëpiake, pra në kushte familje, atje ku kanë pasur një konflikt dhe përpasoj Daniela Bashevani ka sulmuar bashkëshortin e vet me pjatat, pa me nguzhine, me saktisht me pjatat, duke shkaktuar dëmtime të lehta në kokë. Denoncimi është bërë nga vetë bashkëshorti, cili në spitalin... Kur thuaj përsëritur, sa është denoncuar pra nga bashkëshorti edhe më parë Daniela Bashevani për dhunë? Ka pasur rastet e tjera që bashkëshorti i Danielës ka pasur edhe denoncime të bëra apo shprehje shqetësimesh për dhunë, jo forcësisht fizike, por më shumë psikologjike, por kjo ka qenë mund të themi gjesti i saj i fundit që ka detyruar edhe Blut e Korçës të ndërhyjnë duke arrestuar për dhunë në familje, pra akuzohet për veprën penale dhunë në familje.